të dashtun dhe të shtrejt, motra dhe vëllezër besimtar. Sot është dita e begat e Arafatit, ma e mira ditë e vitit. Ditë në të cilën Zoti i Gjithësisë sheh me mëshirën e tij, me bujarinë, me faljen e tij të pakufishme vëllezërit dhe motrat tanë në fushën e Arafatit, por na sheh të gjithëve ne në përkushtimin tonë, në angazhimin tonë për qëndru besnik drejt thirrjes së Kur'anit familjar dhe mësimeve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sot është dita ku të gjithë ne bashkërisht thrasim më të madhe se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Sot është dita kur thrasim më të madhe Allahu Ekber, për të dëbu errësirat e shejtanit të mallkuar nga jeta e jonë e përditshme. Sot është momenti për të ndarë nga përkatësitë iluzive që njeriu e majnë të lidhur pas mirazheve të rreme që e bajnë peng dhe rob e skllav të shejtanit të mallkuar. Sot është dita ku nuk është pa ndonjëherë shejtani ma i poshtnuar përpara gjithësisë, sepse njerëzit më të madhe thrasin se nuk ka zot tjetër përveç Allahut fuqiplot. Sot është momenti që të gjithë ne të shohim në familjet tona, në rrethet tona shoqërore, në realitetin ku jetojmë, për të bërë mirë, për të ndërtuar të mirën, për të ndarë nga e keqja, për ta ndaluar të keqen, për të mos leju që tentakulat e shejtanit të përhapen gjithandej në familjet tona, në realitetet tona, në shoqërinë tonë, sepse në fund të fundit njeriu ka ardhur në këtë botë me një mision të shejtë, për ta ndërtuar jetën, për ta zhvilluar atë, por mi bazat e asaj çfarë Zoti i Gjithësisë don nga gjithë secili për nesh, jo mi bazat e asaj që shejtani i mallkuar thret dhe frymëzon pasuesit e tij moment pas momenti, e ditë pas dite. Të dashtun dhe të shtrejt, nesër është dita e Kurban Bayramit, një ditë e madhe feste për muslimanët e mbar globit, një ditë në të cilën jemi të ftuar që të shohim në familjet tona, në shoqërinë tonë, në realitetet tona, për të shtrirë duart e pajtimit e të harmonisë, për të dëbuar të keqen dhe për të ra lanet shejtanit, për të pa gëzimin në fytyrat tona e mbi të gjitha, për të gëzuar zemrat tona me besimin në Zotin një, e për të afruar moment pas momenti, e kohë pas kohe, me dritën e tij e pas udhëzimit të tij që jetës sonë i jep kuptimet e vërteta të fjalës i jetë. Ju uroj me zemër dhe lutem që Allahu fuqiplot ta bekojë Shkodrën tonë, banorët e saj, të na falë mëshirë dhe paqëtim për të jetuar në harmoni dhe vëllazëri me njëri tjetrin dhe për ta shijuar mirësinë e besimit sa të jemi në këtë botë, ne dhe fëmijët tanë deri në ditën e fundit. Allahu ju dashur, ju begatoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Me zemër të mirë, Kurban Bayramin.